Massimiliano Allegri përsëri shpesh llogarit bën në muajin mars. Megjithatë, për Milanin e tij muaj tetor-nëntor mund të peshojë shumë në përcaktimin e ambicieve sezonale. Arsyeja, një kalendar tepër i ngjeshur, 9 ndeshje, 6 prej tyre përballje direkte ndaj rivalëve të mëdhej. Një seri sfidash të ndezura, gjithçka do të nisë këtë të diel me Milan-Napoli, e më pas vijnë Juventus-Milan, Atalanta-Milan dhe Milan-Roma. Mes tetorit dhe nëntorit, si dhe Inter Milan e Milan Lazio në fund të muajit. Në mes të kësaj maratone janë disa përballje më të lehta në letër: Milan Fiorentina, Milan Pisa, Parma Milan. Gjithsesi ritmi mbetet tejet i lartë. Pas kësaj serie kuqesit do të kenë mundësi të bëjnë llogaritë e para mbi ecurinë e sezonit, por nuk përfundon këtu. Me 3 dhjetor Milani do ndeshet sërish me Lacion, këtë herë në Kupën e Italisë. Përpara krishtlindjeve do të ketë një duel të madh, që është gjysmëfinalja e Superkupës kundër Napolit. Në fund të dhjetorit kalendari ulet dhe si në intensitet, me sfidën ndaj Komos së Fabregas, por gjithmonë me një sy te sfida që i garantojnë pjesëmarrjen në arenën ndërkombëtare.